Ish banorja e Big Brother VIP Kosova 2 Shqipe Hysenaj ka folur së fundmi për marrëdhëniet e saj me disa personazhe të njohur, duke konfirmuar një krisje të fortë. Në një intervistë të dhënë për Shqipëria Live, shqipja deklaroi se nuk flet më me Bledi Manen. Ajo tregoi se arsyeja është një hatër mbetje për diçka të vogël, por shtoi se Bledi flet kodra pas bregut dhe është mërzitur si një 15 vjeçar nga mendja. Reagimi i Bledi Manes nuk vonoi. Ai u përgjigj në Instagram Story duke shkruar shkurt por thëmbues. I mbeti fjala në fyt kësaj vajze. Ky reagim le të kuptohet se Bledi nuk e pranon versionin e shqipes dhe le debatin të hapur dhe jep zëzërave se historia e vërtet mund të jetë më ndërlikuar se një gjë e vogël. Ky shkëmbim fjalësh midis dy gazetarëve tregon se marrëdhënia e tyre ka përfunduar me tension dhe keqkuptime të forta publike. Shqipja u pyet gjithashtu për ish banorin e Big Brother VIP Kosova 2 Blerandon. Ajo bëri të qartë se nuk ka asnjë marrëdhënie apo komunikim me të, përveç një bashkëpunimi të vetëm që kanë pasur së bashku. Ajo theksoi me vendosmëri: "Unë kur them se nuk do të kem më kurrë punë me Dik, unë s'kam për të pas kurrë punë me Dik", duke mbyllur përfundimisht të gjitha aludimet dhe thashethemet e fansave për një lidhje të mundshme mes tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.